që për të studiuar dosjen duhej avokatëve u duhej kjo kohë. Dhe këtu pavarësisht standardeve, po kjo është normale, pavarësisht standardeve. Rregulloria thot që pas shqyrtimit, brenda 2 javëve, edhe këtë e përcakton rregulloria, brenda 2 javëve paraqitet raporti në parlament. Në parlament. I cili është i detyruar ta vendos në pikën e parë të rendis ditës të seancës parë. Tani, të gjitha këto i fshiu Edi Rama. Mori pushtetin e parlamentit dhe pezulloi seancën pa datë mbledhje, që s'ka ndodhur kurrë. Por dëshmuar se këta janë të aftë të bëjnë çdo gjë. Të bëjnë çdo gjë. Për të mbrojtur krimet e tyre. Kjo është. Unë ja u them, ai nuk heq imunitete. Jo, ai ka vendosur të përdorë si bajoneta krimi mandatet që ka marrë për të asgjësuar sistemin e drejtësisë. Se kjo është de facto asgjësimi i tij. Berisha, kur folni për protesta të cilat do të vijojnë, ato janë planifikuar pas vitit të ri dhe a ka një afat se kur mund të nisin protestat e tjera? Duke qenë se prova generale duket sikur është e suksesshme sipas jush. Tani, Isa, kjo opozit të themi atë është, ka organizuar në historikun e saj protesta nga më madhështoret, revolta nga më të suksesshmet. Po, e ka këtë histori. Ka përmbysur njerë sistemin e diktaturës, pastaj sistemin e krimit që erdhin pushtet me dhunë në 97-ën me votë. Por ka një gjë kjo. Kjo opozit, jo se i mungon krejtësisht, jo, nuk i mungon krejtësisht, sepse qoftë se u kujtohet, në vitin 98, ne kemi protestuar 50 ditë me radhë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra ne nuk është se kemi përdorë protestën e zgjatur, por ajo ka mbetur pa u çiftuar. Ndaj dhe tani, qytetarët opozitar dhe qytetarët shqiptar duhet ta dinë që rruga e rrëzimit e Edi Ramës nuk është absolutisht me armë, jo, rruga e rrëzimit e Edi Ramës është me revolt të qëndrueshme, paqësore, të përditshme, gjerë largimin e tij. Dhe për këtë është në këtë drejtim, eksperienca botërore fakton se kjo është rruga më e suksesshme. Opozita duhet ta ketë shumë të qartë se vetëm revolta e përditshme e qëndrueshme është rruga për ta nisë atë aty ku kanë vendin narkodiktatorët dhe diktatorët. Dhe ne kemi besim të madh. Ne kemi besim shumë të madh se do realizohet. Do realizohet. Zoti Berisha, çfarë informacionesh ka Partia Demokratike që lidhin Geron Meçen, Ermal Beqirin, Daniel Shimen me emrin e personazhit tjetër Armand Fangun, përveç asaj prapashtesës Solution që thatë ju, dhe
pyetja dytë është në lidhje me Ergys Agasin. Pse ja vendoset pseudonimin, po them Intim Agasin, në lidhje me mbi çfarë informacionesh dhe keni informacione të tjera se përveç Akshit në cilin drejtim të biznesit ka qenë i fokusuar? Tani, si që dini ju, unë 2 vite më parë, ose po thuj 2 vite më parë, kam bërë publik informacionin e regjistrimit ambiental të Geron Meçes. Informacion që nuk është përgjithshur kur. Në të cilin Geron Meçe i thot personit që i kishte shkuar për t'i kërkuar ndihmë që të fitonte tender, i pohon këto që po them. Së pari i thot, ABC-ja, AB Solution, është e Armand Frangut. Sepse ajo fiton të gjitha tendrat, është e Armand Frangut. 2, janë të regjistruara këto të gjitha. I pohon se tendrat fituesit në Aksh i përcakton Armand Frangu. 3, i thot se Linda Rama është patronazhistja. Nuk e përdor termin patronazhist, po tjetër, po. E prokurimeve të nuk përmend, të jemi sinqert, nuk përmend Mirlinda Kaçanaj. Se unë makollaja kam të thëmë Mirlinda Kaçanaj. Jo. Linda Rama, po s'ke fajti, mirë bën që pyetës, se mediat i fshehin këto. I fshehin, përpiqen të krijojnë çdo gjë që t'i fshehin këto. Pa i thot Linda Rama është si me thënë, patronja e tendra. Prit, është me tutje. Të gjitha këto, dhe thuhet dhe regjistrimet e vetë zonjës Rama, në një dosje, të cilin e ka patur prokurori Mara, prokurori i prokurorisë speciale Mara. Më tutje, është kërkuar dhe janë përpjekë të azjesojnë dosjet siç kanë azjesuar dosjen e vrasjeve për vrasjet Tauland Ballës. Por, në moment të fundit, është bërë qartë që dosja ekziston dhe tjetër punë. E plot. Kështu që dosja është në SPAK. Po. Këto janë. Por, po të kesh kohë, futu dhe lexo për solution. Vetëm akti i fundit, ju them ju. Nuk ka akt më të turpshëm, më të shëmtuar. Armand Frangu fiton tendrin për përmirësimin e inteligjencës artificiale 75 milion euro. A ka gjë më kriminale? Ku është inteligjenca artificiale në Shqipëri? Më thoni pak një herë. Po, ajo është në çdo telefon dhe çdo iPad dhe kompjuter si ChatGPT ose DeepSeek. Apo Genius. Është ajo. Po që tërkun këtu, DeepSeek kushtojnë gjithsejt $6 milion. DeepSeek është ChatGPT-ja kineze. Ky ishte. Kurse ChatGPT-ja e Edi Rams
75 milion euro. Po pranaj dela ju, me fitim 200, me fitim 22 milion herë më të madh se kapitali fillestar. Po si më mund të vjedhin të mënyrë, kjo është e pa, kjo të i kalon çdo. Dhe ja u thash këtu para 4 ditësh. Edi Rama urdhëroi në mos gaboj ditën e hënë, Ministre e Financave t'i disbursoj Armand Frangut 25 milion euro të fundit, nga frika se mos po arrestohet dhe njëret pa i marrë. Po, që të vërteta. Nuk ka është i vërbur mas vjedhjes. Kurse për pyetjen e dytë, si edhe njerë? Se ja vendosët pseudonimin Intima Gasi? Po. Shko pyet në SPAK po deshe këtë pyetje, t'japin ata përgjigje. Po ja, jo, shko atje më mirë, se ata janë kompetent për këtë punë. Urdo? Po nga shpika unë, nga qili, shko atje më përgjigje, po. Se me gazetar duhet bëjnë transparencë ata. Absolutisht e domosdoshme. Shumë e domosdoshme. Çdo gjë. Faleminderit.